Aksidenti në aksin Klos Burel përplasi për vdekje 4 vjeçarin, policia arreston shoferin e mjetit. Mbrëmjen e djeshme një aksident i rënd ka ndodhur në aksin Klos Burel ku një furgon ka përplasur 4 vjeçarin i cili ndrojet në spital. Policia ka arrestuar shoferin shtetasin me iniciale LD, 53 vjeç, banues në Klos, pasi përplasi të miturin. 4 vjeçari është përplasur nga një furgon i cili drejtohej nga një 53 vjeçar. Ky i fundit, sipas policisë, humbi kontrollin e mjetit dhe doli jashtë rrugës duke goditur fëmijën që u transportua drejt spitalit të traumës, por më pas ka humbur jetën. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Dibrës për veprime të mëtejshme.